Dali ndriçimit publik në Tetov, si dha Bilal Kasami kompanisë nga Shkupi për 15 vite, duke dëmtuar komunën me 18 milion euro. Portali Tetova Sot ka zbuluar një skandal të madh ku Bilal Kasami ka nënshkruar kontratë me kompaninë nga Shkupi, Gajer Stars, drejtori të cilës është Jusuf Kamberi, për dhënien me koncesion të ndriçimit publik të komunës së Tetovës për 15 vite, duke dëmtuar komunën e Tetovës me 18 milion euro. Në kontratë mes komunës së Tetovës dhe Gajer Stars, ndarja e fitimit është 85% për kompaninë Gajer Stars dhe 15% për komunën e Tetovës. Në këtë kontratë është edhe një nen ku thuhet se kompania duhet të vendos poçe elektrike me smart sisteme. Deri sot janë ndëruar vetëm poçat elektrik, ndërsa smart sistemi nuk është vendosur, për shkak se në kontratën e nënshkruar, kompania Gajer Stars është dashur të investojë mbi 4 milion euro tek smart sistemi, duke shkelur kontratën dhe duke bërë vepër penale. Por kush është Gajer Stars? Gajer Stars është themeluar në vitin 2002 dhe është kompania që merret me punime elektroinstaluese me drejtor Jusuf Kamberi. Sipas një raporti financiar nga kompania Wall, shihet se Gajer Stars në vitin 2024 ka pasur të hyra 5 fish më shumë se vitet e kaluara, nga 62 milion në mbi 156 milion denar apo 2.55 milion euro. Por kur është nënshkruar kontrata mes komunës së Tetovës dhe Gajer Stars? Kontrata për ndriçimin publik e dhënë me koncesion për 15 vite është nënshkruar më datë 17 nëntor 2023 mes komunës së Tetovës me në krye kryetarin Bilal Kasami dhe kompanisë Gajer Stars si drejtor Jusuf Kamberin. Por çka është kjo kontratë dhe pse është bërë për të dëmtuar buxhetin e komunës së Tetovës? Ndriçimi publik, për atë që nuk e din, është pagesa që çdo anëvisëri dhe subjekt juridik paguajnë përmes faturës së rrymës së EVN-s, ndërsa EVN u kthen komunave mjetet për çdo muaj. Në territorin e Tetovës ka mbi 28.000 anëvisëri dhe 16.000 subjekte juridike. Çdo anëvisëri paguan nga 184 denar, ndërsa subjektet juridike paguajnë nga 365 denar në muaj. Bilal Kasami, përmes kontratës së nënshkruar, ndriçimin publik e ka dhënë me koncesion për 15 vite dhe paratë grumbulluara nga qytetarët e Tetovës nuk kthehen në arkën e komunës së Tetovës, por tek arka e kompanisë nga Shkupi, Gajer Stars. Portali Tetova Sot ka pyetur edhe EVN-n në lidhje me grumbullimin e parave nga ndriçimi publik. Të nderuar, a mund të na tregoni se sa para grumbullohen nga taksat e ndriçimit publik nga komuna e Tetovës dhe sa para transferoni tek kompania Gajer Stars? EVN Home bën vetëm pagesën e detyrimeve monetare për tarifën komunale në përputhje me ligjin, ndërsa parat direkte i transferon në komunën përkatëse përmes llogarive të thesarit, që do të thotë se kompania në të gjithë procesin vetëm u kryen shërbim komunave. Thon nga EVN. Portali Tetova Sot ka bërë një ulumtim se sa grumbullon për një muaj, për një vit dhe për 15 vite kompania Gajer Stars nga taksat e ndriçimit publik të tetovarëve me lejen e Bilal Kasamit. Në të gjithë territorin e komunës së Tetovës ka mbi 28.000 anëvisëri, nga 184 denar bëjmë 5.152.000 denar dhe 16.000 subjekte juridike, nga 368 denar që bëjnë 5.888.000 denar, që të dyja bëjnë 11.040.000 denar. Në euro i bie 179.512.000 euro për një muaj, për një vit 2.154.144 euro. Por cilat janë shpenzimet që është dashur të bëjë kompania Gajer Stars?
Në të gjithë territorin e Tetovës ka 9.000 poçe elektrik dhe fuqia e një poçe elektrik mesatarisht është 50 watt me teknologjinë LED. Energjia me 9.000 poçe elektrik herë 0.005 kW është 450 kW në ditë. Energjia mujore është 450 kW herë 10 orë maksimumi, herë 31 ditë në muaj është 139.500 kW. Kostoja e energjisë mujore me energji tregu është 139.500 kW herë 18 denar, që i bie 2.511.000 denar. Në euro i bie 40.820 euro në muaj dhe për një vit i bie 489.948 euro. Investimet në vitin e parë, sikur të zëvendësohen të gjitha poçat elektrik, pra 9.000 poçe nga 70 euro me gjithë punën e dorës, bëjnë 630.000 euro. Dhe 10% amortizimi për një vit bëjnë 63.000 euro. Dhe 15% të komunës e Tetovës nga të hyrat, do me thënë 2.154.144 herë 15% bëjnë 323.121 euro në vit. Fitimi për një vit dhe për 15 vite. Të hyrat mujore janë 179.512 herë 12 muaj e barabartë 2.154.144 euro. Ndërsa shpenzimet në vitin e parë janë 1.299.011 euro. Vitin e parë fiton 713.012 euro kompania dhe 321.121 euro komuna. Vitet tjera nga 1.277.075 euro shkojnë në buxhetin e kompanisë Gajer Stars. Pra, për 15 vite, fitim ka 18.989.000 euro kompania Gajer Stars nga taksat e ndriçimit publik të Tetovës, direkt të marra nga xhepat e tetovarëve. Dhe nëse nuk do të ishte kjo kontratë nënshkruar, këto para do të ishin në komunën e Tetovës. Do me thënë që buxheti i komunës së Tetovës me këtë kontratë nënshkruar nga Bilal Kasami dhe kompania Gajer Stars e dëmton për 18.989.000 euro. Dhe në fund shtrohet pyetja: pse shiti Bilal Kasami ndriçimin publik? Përgjigjen jepeni ju të nderuar shikues.